ligjet në fuqi e mbrojnë dinjitetin njerëzor, e garantojnë edhe e mbrojnë dinjitetin njerëzor dhe integritetin personal të personit. Dhe zhveshja, pamjet intime, pastaj larja, fjalori vulgar, e tjerë që ne shohem brenda Big Brother, automatikisht e shkel dinjitetin njerëzor. Dhe në radhë të parë, televizionet e Republikës Kosovës që janë të licencume, janë me ligj të obligume me ofru një përmbajtje të programeve të tyre të cilat e ruajnë moralin shoqëror. Në radhë të parë e pastaj i ruajnë edhe të miturit dhe fëmijët. Në momentin konkret që jemi duke folë për Big Brother, televizionet përgjithësi, cilat do qofshin ato që shfaqin pamje të tilla, nuk e respektojnë detyrimin ligjor për ofrimin e një llojshmërie të programeve, por të cilat e mbrojnë, domethënë, moralin shoqëror. Këto konsideroj që pavarësisht që programit e tilla janë të kodume,